Ka 6 herë në vjetë vi. 6 herë në vjet. Po, si vjetë domethënë dhe 6 herë që vi. Pse ka shpesh? Pse du vendin tim, edhe jam rritur në këto. Kam shku me 24 vjetë. Po, vërës jo. Si jena një Mirë, faleminderit sjeni. Prej televizionit. emisioni 05. Okej. A po tregon si kaluve në udhim prej nga jeta? Erdhëm nga Zvicra, shumë mirë në udhim kalum. Nga Zvicra. Po. Sa kemi të qëndru? Deri me të katërt e jemi, po. Po, në përgjithësi është super. Po. Veni çdo vit këtu apo hera? Ka 6 herë në vjetë vi. 6 herë në vjet. Po, si vjetë domethënë dhe 6 herë që vi. Pse ka shpesh? Pse du vendin tim, edhe jam rritur në këto. Kam shku me 24 vjetë. Domethënë tash afro 20 vite vjen aty. 21 vite. Tash 21 vite, domethënë edhe çdo herë vjen kaq shpesh. Çdo herë. Domethënë 3 herë është për mua standard, po me familje 2 herë është çdo vit. Gjithsesi. Po, edhe fëmija domethënë është e 4 herë që vinë këtë vit. Po. Ti këto e ke përcjell ndoshta që jo vetëm ti me ort, po edhe me familje bashkë. Me pru fëmijët, pra, me mos më asimilu, me pas vullnet, me ardhë të familja, të vendi vetë, ku rrit baba. Çfarë të pëlqen më shumë ti kur po vjen Kosovë? Po, në Kosovë, mas shumë ti që më pëlqen është për shembull liria, është njerëz të dashur, miqësia, shoqënia që kam pas këto, prapë kam hala familja mos kësha me fol, por to është e para, po jashtë atë më të shtë. Faleminderit shumë, kënaqësi që u takuam, kalo sa më mirë. Kaloni mirë.